Të nderuar meshtar, të nderuar profesor, studiues intelektual, dashamirës të librit dhe të kulturës shqiptare. Mirë se keni ardhur në këtë veprimtari të veçantë, kushtuar promovimit të dy vëllimeve të veprës, Buzuku i lehtë lexueshëm, një ndërmarrje e rëndësishme shkencore dhe kulturore e profesor asistent doktorit Vincenc Marku. Sot ne nuk promovojmë thjesht një libër, në mendimin tim. Sot nderojmë një përpjekje shumë vjeçare për t'ia rikthyer lexuesit shqiptar monumentin më të hershëm të gjuhës së kulturës sonë të shkruar, Mesharin e Gjon Buzukut, duke bërë atë më të afërt, më të kuptueshëm, më të aksesueshëm edhe nga njerëzit, studentët, madje edhe publikun e gjerë të ditëve të sotme. Ne, unë dhe Lisandri dhe profesori që kanë studiuar për letërsi, mbani mend dikur nga Gjon Buzuku vetëm shprehjen e tij që gjua shqipe po bderret dhe aq ishte fiksuar në memorian ton vizive shkrimi. Po sot e kësaj dite, në sajt të punës së profesor Vincencit, do të kemi të mundur ta shohim, ta kuptojmë, ta ndjejmë dhe ta lexojmë edhe vetë Buzukun. Profesor asistent doktor Vincenc Marku është një nga studiuesit më të njohur të Universitetit Luigjë Karakuqit të Shkodrës, pedagog prej vitit 1995, ish dekan i Fakultetit Shkencave Shoqërore, ka studiuar në Padova, Itali, autor monografish, përkthyes, studiues i letërsisë, i cili gjatë viteve të fundit është përkushtuar në mënyrë të veçantë edhe studimit të Buzukut dhe historisë së hershme të shtypshkrimit shqip. Me botimin Buzuku i lehtë lexueshëm në vitet 25-26 ka sjellë një kontribut të ri në albanologji në studimet mbi kulturën shqiptare. Pra sot nuk kemi mbledhur thjesht për të promovuar një libër. Jemi mbledhur për të promovuar dy vëllimet e veprës Buzuku i lehtë lexueshëm, një punë e vyer shkencore dhe kulturore që rikthen në vëmendje një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë, lindjen e shqipes së shtypur dhe lidhjen e saj me qytetërimin evropian të librit. Në qendër të kombëtesës qëndron Meshari Gjon Buzuku, monumenti themeltar i gjuhës shqipe si kontributi i vyer i studiuesve bashkëkohor, ndërta dhe profesor asistent doktor Vincenc Markut dhe pararences së tij studiueses italiane Lucia Nadin, të cilët kanë ndriçuar me kërkime të reja misteret e frontespicit, tipografisë dhe kontekstit historik të kësaj vepre të jashtëzakonshme. Mos harroni, Shkodra dhe Venecia kanë qenë të lidhura prej shekujsh me ura kulture, tregtie dhe feje. Venecia, mbretëresha e Adriatikut, u bë për shqiptarët jo vetëm një portë shpëtimi pas rënies së qyteteve shqiptare pas vdekjes së Skënderbeut, por dhe një qendër ku kujtesa kombëtare vazhdoi të jetonte përmes librit të kulturës. Marin Barleti na e ka përcjell këtë lidhje në mënyrë madhështore në veprat e tij, por ajo vazhdoi të jetojë në heshtje edhe në jetën e qytetarëve të zakonshëm shkodran. Më lejoni këtu disa kujtime personale për të bërë më të rrëqes që nuk lidhen drejt për së drejti me kombëtesën, po gjatë viteve të mia si student në Shkodër, ndërsa mësoja gjermanisht, profesor Vincenci më kujtoi një mikun tim të vjetër, Samiun, i cili në lulishte në universitetit ndante me ne njohuritë e tij mbi botën dhe kulturën evropiane. Më vonë kërkimi im në librat të vjetër më çoi në një mësues të moshuar për cilit bleva libra në gjermanisht, me sfaqjeve të tyre gjeta një bilet të operës së Venecias të vitit 1878, ku një qytetar i Shkodrës kishte shkuar për të parë operën në Venecia, apo si që thonë në gjermanisht në Venetik, nga ku ka kaluar edhe emërtimi. Pra, ky digresion mund të jetë jashtë objektit të kombëtesës, por në vërtet ai na rikthen tek thelbi i Mesharit, ruajtja e kujtesës dhe identitetit përmes kulturës dhe marrëdhënieve kulturore. Meshari nuk është vetëm libri i parë i njohur në gjuhën shqipe, është një akt i madh kulture, një akt rezistence shpirtërore dhe një deklarat identiteti në një epokë kur trojet shqiptare ndodheshin në pushtimin osman dhe kur rreziku i humbjes së kujtesës historike ishte real. Në një kohë kur armët kishin eshtur pas epokës së Skënderbeut, libri u bë forma e re e mbijetesës sonë kombëtare. Në këtë kuadër, kërkimet e profesor Vincenc Markut mbi frontespicin, pra ballinën dhe tipografinë e Mesharit,
marrin një rëndësi të jashtëzakonshme, ato na tregojnë se edhe një fragment i dëmtuar i një kornize ksilografike mund të shndrohet në një dritare drejt botës së shtyp shkrimit venecian të shekullit të 15 dhe 16 përmes një metode krahasuese, duke analizuar botimet e tipografëve të kohës si Bernardino Benali, Matteo Capsaka, familjen Zani, Bindoni të tjera. Studiuesi rikthen jo vetëm aparatin figurativ të mesharit, por dhe universin kulturor që u krijua aso kohë. Por të mos e zgjatur me fjalët e mia, unë do t'ja le fjalën vetë autorit të librit, zotit Vincenz. Libri Meshari Gjon Buzugut faktikisht do të bëjë një hyrje shpjeguese, sqaruese të kësaj në marrëtime lidhe me letërsinë shqipe, e cila faktikisht nuk asnjëherë nuk e kanë jashtë vëmendjes teme, por me që na marrëm letërsinë e huaj dhe kam dhënë 30 e sa vite leksion në Universitetin e Shkodrës, kam botuar disa libra për kthime, disa gjuhë huaja. Gjithmonë më zgjonte kurreshtin ideja se si ka është e mundur që libri i jon i çmueshëm, kryelibri i kulturës tonë, mos arrihet lexohet nga studiuesit, as nga vetë unë. Përmend s'ka di disa rreshta, unë doni Gjoni Bjebi dhe Buzugut, por kaq mbyllej gjithë historia. Dhe ne punonim në gjuhë të huaja me Lisandër mikun tem kena përkthyer i libër dikur e madhërishme e Longinit. Pra shtyhemi në shekuj, në thellësitë e shekujve të përkthejmë libra nga gjuhë të huaja, nga gjuhë, për shembull, nga frëngjisht kam përkthyer nga frëngjisht e vjetër, artin poetik, dhe të mos arrijmë të lexojmë librin që na dëshmon ne, që është qenia jon, vetdia jon kulturore, ku ne mund të ndërtojmë personalitetin, por edhe vetveten tonë të jemi më mirë, sepse mbi bazën e një kujtese sa më zgjeruar, aq më mirë e gjejmë veten brenda saj, dhe sa më mirë që njohim veten dhe historinë tonë, aq më të suksesshëm do të jemi në të ardhmen tonë. Në këtë marrëdhënie me Buzukun të ri, nuk është rasti që u mora me Buzukun, gjithmonë aty flinte në sirtar një ëndër që të merrem me te. Por ajo që më shtyni ishte se unë kohët e fundit, siç ndodh sot me intelektualin që nuk mund të merret vetëm një fushë studimi, por të merret disa fushë studimi, sepse përveç se nevojave dhe knasive estetike janë disa nevoja tjera që ne s'ka nevojë të përmendim, e u mora kohët e fundit e nevojat e përkthimit për të fituar, siç fiton gjithkush, dhe pastaj për të bërë edhe fonte. Kam bërë fontet për lahutën e Malësisë, madje ajo që më shtyni më tepër ishte një tip dhëhe që përdorej të zani Shnandot, e cili nuk gjehen në asnjë vend. Ai dhëhe gramët fillohet të merrem me ndërtimin e këtij fondi që do të shkruanim për lahutën. Sepse s'kishte kuptim të marrshim shënja tjera grafike për të shkruar. Dhe fillova ashtu gradualisht dhe bana gërmat e lahutës, edhe anëzat Parnasit, Mrizit Zanave, të gjitha fondet që ne si studiues është e mira faktikisht që të citojmë me tekstin original, të jemi sa më afër atij teksti. Por një ditë për ditësh një kolegë jemi më thotë, por ne kemi Buzukun, kemi tekste që se deshifrojmë dot, si bëjmë dot, dhe ai është një studiues që marr me 30 vite, s'po e përmend emrin, por që është marrë Buzukun, i thamë, po hajtë të shojmë herë këtë punë, se si është këtë punë, i kapa mora gërmët, i pash, teksti lexohej, madje lexoj lehtë, siç kam shkruar këtu, por edhe thash, po atë të provojmë ta bëjmë këtë fond. Lisandja kam treguar një fabrikë që prodhon fonte, që prodhon gërmë pra si për me shkruar libra, më kërkoi fillimisht një $10,000 për me fillu, për një set gërmësh. Buzukut i shkonte me $80,000 për të bërë. Atëherë thash më mirë për mësoj vetë, dhe ju vuna e përveshja me mësu krijimin e gërmëve dhe i kam ba. Dhe si që shini ju këtu për shembull, po e dëshmoj për shembull, shikoni me kujdes, ja kjo është Word. E fshim, i bimi do i fshis, pap, dhe s'është. Shikoni nuk është. E kthejmë prapë se ne jep mundësinë Bill Gates me e pa këtë punë, dhe e shohim. Por ne mund të kthejmë edhe në gërmë tjetër, shihni se ka shkruar me gërmë Buzukut aty. Që e vëm New Times Roman, që na del, çfarë ndodh me tekstin. Atëherë, fillimisht u mendova duke zbuluar gërmat e Peter Schoeffer, që ishte gërm stilizuesi i Gutenbergut, me cilin është shkruar Bibla për herë të parë, botimi i parë i Biblës,
Mendova që gjeta dhe garmat e Bozukut, por nuk i shara as 10 po as nishit. Dhe fillova të shoh që nuk është garma e Bozukut ajo. Dhe gjatë kërkimeve të vazhdueshme pash që garma e Bozukut ishte një garmë që quhet rotunda gotike, edhe që bënte pjesë në një mori për 1800 lloje garmësh. Hajde t'i bim në test se cila është garma që ka përdorur Bozuku. Fati dhe puna dhe kërkimi vazhdues, se kam 4 vjet që marrë këtë punë, çoj që të takohem me tipografin Bernardino Benali, dhe më thanë, ju mu taku fizikisht, po me libra, të pa, dhe gjithë një botimin e vitit 1515, kur pash që gjithë garmat tipi i karakterit 1 i Bernardino Benali, që kishte afërsisht 19 tipe karakterësh, ishte ai që kishte përdor Bozuku. Problemi është si gjehet, por si ta banim atë garmë, që ta banim të lexueshëm. Ta rishkruajmë Bozuku, se Bozuku, siç kishim pas ne përpara, me zi, me atë letër bardhëzi, kishin humbur edhe garmat, nuk ishte mundshme të lexoj. Atëherë vendosa të marra në mënyrë aventurore faktikisht të punoj për ndërtimin e këtij fonti. Gjithmonë në studimet që shihem për Bozukun, mendoj që teksti i Bozukut ishte 20 me 14 cm, domethënë një A5 e sotme. Faktikisht nuk ishte kështu, ishte 27.5 cm lartësia, pra, ose gjatësia e tekstit, edhe 20 cm gjerësia. Pra, studiuesit tonë në imazhin konceptues për mesharin, edhe aty ishte qalonte diçka puna aty, nuk ishte vetë mirë. Tu kemi vu vizorën për të bind njerëzit, kemi marrë ambasadorin e Kosovës, ka kënë miki jomi Vebib Meftari, edhe i kem thanë me matë me vizore, kemi vu dhe datën kur e ka matë me vizore nga Biblioteka Vatikanit. Sepse difidenca këtu kam rritë ka që malë, sa që pastaj kemi marrë nga Biblioteka Vatikanit, matin që i ka ba Vatikani vetë librit, që kërëm kujdes, nuk i di shihet më të malë atje, por është lartësia 27.5 cm për sëri, dhe gjërësia, që i takon një gjusë faqe këtu për shembull, nuk e di mund të bëj, kjo gjusë faqe është 20 cm. Pra atë jemi me vizorët Vatikanit tashmë, nuk kemi me vizorët tonë. Dhe ajo që më përshtypje faktikisht do të them diçka, është që studiuesit rimarrin dimensionet e gabuara të studiuesve më hershëm. Justin Rota ndoshta kur ka shkruar se dimensioni për masat fizike të Bozukut janë 20 me 14, do të ketë menduar për imazhin e fotografive që ka fotografuar ai në vitin 1929, por nuk është tjerët e kanë marrë për faqet dhe vazhdimisht e mendu që është faqja e Don Fredur në Kamzarin e Fort dhe mendoj që gjithmonë që e dominoj sallën, po afroj mikrofonin. Edhe kjo është dimensioni real, pra një arritje e vogël mund të konsiderohet kjo, kur ne i vëmë lexuesit publikut ton tashma për masat fizike konkrete, reale, dimensionet reale të veprës. Ne me një grup studiuesish do shkojmë shpejt, urojmë për t'i bërë një analizë laboratorike e letrës dhe bojës, për të kuptuar se me ç'letra letra është dhe kush tipograf ka përdorur këto letër, dhe atje mund të marrim edhe në zbulimin e tipografit që ka zbutuar veprën, por edhe se ku. Ne kemi arrit faktikisht për të kuptuar që vepra është një botim i tipografisë veneciane dhe kjo nuk ka mas i pikë dyshimit, që vepra është botuar nga një tipograf venecian, edhe kjo nuk ka si pikë dyshimit. Atëherë ne dëshojmë të rrethit të qarku i botuesve që është mendojon Bernardino Bendoni, Melchiorre Sesa dhe një Giorgio Benarrigo, janë 3 që mund të jenë botuesit e veprës, por jashtë i rrethi as nuk kam dyshim që nuk mund dalë. Atëherë ne nuk dim me saksi botuesin, por jemi aty afër dhe po punohet për ditë. Kjo dhe kemi zbuluar në sajt të analizës aparatit figurativ të tekstit, të cilin e kemi ndarë për aparati figurativ ku janë ksilografit, kapitulli i parë më rëndësishëm, ku ksilografit janë punime ndru, që i gjejmë ne tek botimi i Bozukut. Jo se kam bënë gjatë madhe, por Lucia Radin hapi faktikisht do të jemi njohës asaj si studiuese, sepse këtë rrugë studimore, duke u nisur nga faktit drejt hipotezës, e ka ndërtuar ajo dhe e ka shtruar ajo. Dhe shqiptarët do të jemi njohës si unë, po dhe gjithë shqiptarët, për ato arritje që ajo i solli historiografisë së veprave bozukiane. Pra ne do të jemi njohës. Kjo është ksilografia.
pse janë të rëndësishme këto ksilografi? Këto ksilografi janë të rëndësishme sepse këta kishin drejtën e autorit në Venedik, Duka, në shkonte ashpër nëse dikush këtë imazh do ta merrte të botonte në një libër tjetër. Por nëse ne kemi zbulu 10 imazhe që nuk mund të përdoren nga të tjerët, ky Angelo Ludus faktikisht ju duhet për punët e tyre edhe Bernardino Benali që është këtu dhe Luca Antonio Gjundës. Bernardino Benali është botuesi njëkohësisht i komedisë synore në vitin 1401, kolanës parë botuese në historinë e botimeve shtypshkrimeve. Kolanën si krijues e bën pikërisht me Bernardino Benali, që është njëkohësisht edhe germ krijuesi i gjithë shkrimit të Buzukut, përveç se disa germa specifike që siç duket tipografi i ka ndërtuar aty që dash për gjuhën shqipe. Kurse kjo është Luca Antonio Gjundës, një ndër botuesit më të rëndësishëm të Venecijës, ku në Venecin atë kohë që lullëzonte tipografia ishin 250 shtypshkrues, që ishin njëkohësisht edhe botues pra. Pra kjo ndryshon me këtë. Po pse u detyrunta, duke qenë miq të krijonin miniatura të ndryshme për të interpretuar tekstin? U detyronin sepse nëse do t'ia vjedhin imazhin, do të pagunin shumë shtrejt me kulturën e turpërimit që ishte në Venecie, ku i zhveshin lakuri që gjunin me perime të ndryshme dhe turproshin para gjithë qytetit dhe dënoshin 5 vjet, 6 vjet që të mos marrin pjesë, të mos ishin pjesë e qytetit. Kush guxonte atëherë? Plus që s'do të harrojmë që në atë kohë kishte dalë në vitin 1540 kishte dalë një urdhër nga Inkvizicioni që çdo shtypshkruan që vepronte kudo në gjitha zonat, një herë në 2 javë do të i nështrohet një kontroll të rrept për punën e vet. Kjo rithekson një herë që këto ksilografi bëhen të rëndësishme për gjurmu se kush është botuesi i Bozukut dhe pse ne mendojmë se Bernardino Bendoni është botuesi i Bozukut. Vicenç, ju thatë që keni 10, keni gjetur 10. Unë kam zbuluar 7, janë 15, 7 kam zbuluar unë, 3 ka zbuluar Qiradin. Okej, këto janë unike? Unikale. Gjenë në libra të tjerë, që të botum nga këto botues. Nga ky botues mund të përdoret në një libër tjetër? Vetëm nga ky botues. Vetëm nga botues dhe që është shumë rëndësishme, ka një rast që nuk mund ta përdoren as vëllezërit, janë botues, vëllezërit Bindoni janë botues, dhe tek librat e vëllezërit Bindoni që unë kam kërkuar një pjesë, një mori librash, nuk kam gjetur asnjë ksilografi nga Bernardino Bindoni tek vllai. Pra, as vllai s'mund t'i përdorte, jo më të tjerë. Po mira, ka të tilla që janë specifike për gjuhën shqipe në këtë mes? Për gjuhën këto janë një gërm zh ose dh. Jo. Këto janë të gjitha germat që ksilografi që duket që janë përdorur nga mjeshtit e tipografisë veneciane, sepse punimet Glenin Dru, që do të them pak për historikun e Glenin Dru, fillon nga viti 1491, intensivisht vazhdojnë deri në vitin 1500, pastaj fillon përdoren më rrallë, në fund të shekullit në vitit 1600 ato nuk përdoren më këto imazhe dhe fillojnë botimet bronze në gjëra të tjera, gdhenjë të ndryshme të tjera që nuk po besohet. Këto botime ndru nuk përdoren mas vitit 1600. Ndoshta Rafaeli kishte idenë me thamë që janë germat të cilat janë përdorur për sistemin e alfabetit italian. Latin. Janë germat të studentit latin. Edhe me këto, si me thanë, kanë shërbyer si kod universal për gjuhët e tjera, sepse nuk ka pas për gjuhë specifike. Duhet dini ditën që në vitin 1528, Erasmus i Rotterdamit krijon një vepër në cilën mbështetet e gjithë kultura evropiane më vonshme për drejt shkrimin dhe drejt shqiptimin e gjuhës latine dhe greke. Edhe gjuhët bija që vijnë që derivojnë nga latinishtja, janë detyruar të nështrohen të ligje dhe këtë e vunin në zbatim vetë kisha si nevojë domosdoshme për të thjeshtuar gjuhën komunikimit dhe për të marrë vesh drejt shqiptimit, sepse deri në atë moment librat kishin një marrëdhënie kakofonike faktikisht të drejt shqiptimit dhe drejt shkrimit. Napoli përdorë diçka, jo si ishin shumë larg njëra tjetrës, se Berlini përdorë diçka tjetër, Parisi diçka tjetër, pra kështu ishte ato njësunën tekstin latin, sepse nuk do të harrojmë që deri në fund të fillimit të shekullit 20, teksti shkruan në latinisht, nuk shkruan në asnjë gjuhë tjetër vetëm latinisht, tekstet e universitetit. Edhe këtu në Amerikë janë bën në latinisht. Jo, kisha një pyetje tjetër. Ju më quat indirekte Koncili i Trentos, edhe tek shfaqja e lëvizjes protestante. Ç'a ndodhi pas kësaj lëvizje dhe pse është e rëndësishme momenti
kur u shkrua ky libër nga Buzuku? Momenti i Buzuku shkruhet faktikisht gjatë periudhës së Koqilit Trentit. Pra në urdhëreset e Koqilit Trentit që gjatë 20 vite nuk është se prekin drejt për drejt, por aty këtu ka ndërhyrje të Koqilit Trentit i cili përpiqet të përballë tashmë nevojën e një dukurie që tashmë ishte shumë rëndësishme. Shtypshkërimi po bëhej dominues në jetën publike. Tash libri nuk ishte pasuni e vetëm të pasur, por ishte pasuni e gjithë njerëzve, dhe njerëzit tashmë mund të komentojnë dhe fillon dhe lindja që ma vonë të quajmë ne borgjezia, borgjezia në tërësi, inteligjenca, e cila do të ndikonte në jetë. Dhe kisha nuk mund të ishte jashtë kësaj vëmendje të mos ishte vërtetërisht çfarë po ndodh drejt për drejt në jetën e librit. Dhe ishte interesuar edhe shtetet dhe duke Venediku nxjerr disa urdhësa të tjera ku privilegjet jepen shumë rrallë. Për shembull Bernardino Benali, që është një ndër tipograf më të mirë, në një moment caktuar do me riprodu veprën e vet, nuk e jep letrën, nuk e lejon ta ribotojnë më. I thotë që i ribotu një herë nuk mund ta ribotosh më. Edhe pse aty ishte djeg magazine me libra, nuk ishin libra që kushtonin 2 lekë, por miliona lekë. Një libër mund kushton, si më thënë, se me vlen një makinë sot. Kjo është, po themi, një kasim banale për ta sot. Dhe Koqili Trentit u përpoq një herë fillimet e veta të shumë të ndarjet, dhe arsye pse vazhdon 20 vjet është që të mos kishte skizma të mëdha, dhe pastaj në fund në vendosin që gjitha shkrimet liturgjike duhet të jenë të njësuar. Pa do të kemi një meshar, do të kemi një psaltë, një brevjar, dhe askush tjetër nuk mund të botojnë pa lejen e propagandës fide. Vetëm latinisht, se këtu është e rëndësishme. Jo, nuk është këtë e vërtet kjo që thonë vetëm latinisht. Unë mund të dokumentoj që nuk është e vërtet krejtësisht. Në Vatikani, kur kishte politikat e veta për përhapjen e fesë, lejonte ose po themi ne mendoj një mbyllje synit, por kurse si nuk e ndalonte botimin e librave liturgjik kur ishte nevojshme në gjuhët vendase. Dhe nuk është, unë kam lexuar një studim të Bellarminos që ka përkthyer doktrinën krishtere Peter Budi, nuk janë kaq të rreptë sa ne kanë paraqit librat e kohës dikushme. Janë tolerant, lejojnë, shohin marrëdhëniet më konkrete, por nuk është më toleranca e botime, për shembull, nëse para me Buzukun dhe para marrimit të Koqilit Trentit librat, mesharët prodhonte një meshar për shembull napër një meshar, unë kam një 20 meshar këtu bile po të shohim në kompjuter, nuk mund të prodhojnë më një meshar do të jetë i njësuar për gjithë Kishën Katolike. Por mos harrojmë, mas 1570-s. Pra nuk ka të bëjë vetëm me gjuhën, se unë nisem nga aspekti ka pas disa spekulime apo autorë të ndryshëm që i veshnin Buzukut sikur nuk ishte i krishter, bënte pjesë me reformën e tjera që nuk janë jashtë vërtetës historike. Filologjia, më lejoni për termin e rand komuniste, fatisht, do ta përmendë sepse ishte, dhe ndërthojë, por termi rand fatisht me përdor, por filologjia kërkonte se s'bën ta çonte Buzukun drejt protestanizmit. Por pa u mbështetur në faktorët të brendshëm të librit, që thotë, një protestant nuk beson në shenjta. Do ta ditë ai, por nuk e dishin. Ai thotë Shën Xhobit, Buzuku i lutet Shën Xhobit. Shënmërinë e ka lutjet e shënmërisë. Ato nuk i njohin protestantët. Pra i hidhin publikut ushqim mushur me tridhime nga më të ndryshme, pa mbështetur në asnjë fakt shkencor as teologjik. Pra kjo është arsyeja, kjo është shumë e rëndë fatisht që ka ndodhur. Po ato kanë bërë me vidijet plot për të lanë sa më ignorant njerëzit. Kjo është në çudi e madhe regjimit i bën këtë punë. Do të them diçka dhe vëzhguesi i mësishëm i problemeve filologjike. Ajo që unë do të them faktikisht, unë kur e kam nis me një marrëdhënie humaniste, pra kam dashur që jo të vetë dukem, po të bëj një punë e cila të shërbej të tjerëve. Dhe kur i kam bërë Germat, faktikisht nuk e kam ditë vëshësi, shkallën e vëshësisë, dhe këto pa disa aventura me hidarës nuk më banë. Po s'keve pak aventurier, këto punë nuk bëhen. Unë qëllimin kryesor e kam që me këto Germat merren studiusit, jepin studiusit,
universitet pa diskutim, po vendi unë aty kam punu gjithë jetën, domethënë është pa mujtë domethënë që unë të mos mendoj për universitetin, domethënë. E gjë e parë që unë bëj aty më shkon mendja. Por problemi është që duhet me dhanë secilit hakun, edhe universiteti duhet me kuptu që kjo punë nuk ka që ka që gratis si që shkon mendja aty në, sepse librat kushtojnë mu ba dhe t'ju e din shumë mirë se ke botu vetë libra dhe edhe ju publike dini se të nuk janë kollajta. Megjithatë Vatra, si shoqëni pan-shqiptare, e ka dhënë një shembull mjaft pozitiv se në këtë drejtim, se si mund shkohet drejt bërjes së mirës private një e mirë publike. Kjo është një mirë private, tjetër mos i bindun, kur kam botu këtë libër, thotë po si që kanë Alfons Grisha, ky tjetër nuk kishte botu. Ky libri i dytë nuk kishte dalë pa një inkurajim miqësor tik miku këtu që kam përballë. Sepse më dogji fort kur sponsorizuesi i librit parë më tha po të sponsorizoj dhe nuk e sponsorizoj. Dhe lek nga xhepi unë anë mata rroga që kemi ne çuçare, ne nuk mund të botojmë libra. Dhe Fonsi u tregu i gatshëm, lodhi miqtë e vet, ato u investuan dhe dolën librat në dritë. Pa duhet një farë investimi serioz për të mirën e përbashkët. Se unë mas 10 viteve, ose mas unë durej që titoj sa më shumë, vitet e kam bë punë e vetë. Ndryshimet janë nga këndvështrimi i studimit. Këndvështrimi i studimit që unë kam bë, faktisht lidhet, e kam vizituar me Lisandrin, unë preferoj të shkoj nga faktet tek hipoteza dhe përmes hipotezat prodhoj faktet tjera, ose të zbulojmë faktet tjera. Nëse ne nisemi nga hipoteza për shku të fakti, mundësit janë shumë të vogla që shkojmë deri te fakti. Pra, është diferencë metodike e kërkimit të faktit shkencor, por nëse dojmë të dimë është çështje metodës, siç thotë René Descartes. Metoda që unë kam përdorur, që jam mbështet nga ana metodike tek Lucia Dini është që Buzuku në ofron disa imazhe, disa mundësi për t'i pa. Kurse nëse unë do të marrë me mend që këto imazhe janë, jo, do të nisim nga imazhet për të zbulu autorsinë. Dhe unë mendoj që një farë sotje kemi dalë në këtë aspekt. Kurse ndryshimi tjetër është që unë shikoj, i kena zbardh faqen Buzuku, se Buzuku ka pas, po me pa është zisi tekst për shembull, ata shohim pak i fije ta lexojmë bashkë ne këtu, këtë faqe. O Zot, e ndiglo oratën teme. O Zot, ndëgjoj oratën teme. Unë kam bidë që secili për jush po ta lexojnë, e marr vesh e lexon. Em tu art zaniem, e tek ti art zaniem. A ka në gjë që s'marrët vesh tu? Bekojmë të nëzon, ti nëzon birë, Zotin tonë birë, shpirtnet e të parve, ue shparve. E kjo simboli këtu, shikojmë këtë si kjo simboli këtu, është shkurtim për per, në latinisht. Kur e kanë transideru, ose transkribu, këtë thanë për, por kjo është simbol që është P-E-R, per. Natyrshëm të tradita gege, e cila sot e kësaj dite, dhe me thanë deri te fishta që është majmrami, mas fisht, normalisht e kanë me per, nuk e kanë me ë, sepse e tillë ka kanë mënyra artikulimit, mënyrë ka kanë, po themi, i ndërtuar sistemi fonetik. Çka është re në këtë studim? Mendimin tim është që kjo për herë të parë bëhet një studim radikal i vizualitetit të Buzukut, i ksilografemave, i kryegermave, edhe që po i prezentohet publikut për herë të parë ideja e një frontispicit që është ngjashëm me komedinë hynore të cilën e përmendi profesor Vincenci pak më herët. Deri te koha e Lucia Nadine dhe profesor Vincencit nuk kanë qenë temat të cilat janë diskutuar në traditën studimore shqipe. Janë marrë me probleme gjësore etj. Pra që janë përgjigj kohës, edhe këto ndoshta nuk është me vend me gjyku kërkan, ato aq kanë pas, me thanë, mundësinë e kontributit si që bëj me shokët etj. Mos harrojmë ai ka qenë të punu në një sistem diktatorial edhe mundësit, nuk ka se i ka pas, po themi, si që janë sot metodat moderne për me dash me zbulu në për arkivat nërshme, hina artison, janë online, etj. Ndoshta kjo ndoshta shpëtoj, kisha me thanë, por u kisha me dash me ba një pyetje këtu në këtë rast, në kanë që kjo është me u marrë me libra të rrallë,
është si punë e vështirë as më tepër me ksilografinë, me gjetë germat, me identifiku. Pse mit nevojën me kushtu kaq vite punë të kësaj vepre, kur në psikologjinë e lexuesit sotshëm shqiptar sunon ideja që Tita e Lahuta Marxist që është nga 89 vjeçe, pra të marrë parasysh 1937, është i pa kuptueshëm. Çka ju ban ju me besu që Bozuku është i kuptueshëm edhe me shari jashtë 471 vjeç? Unë në fakt mendoj që edhe populli jonë do të ecë në rrugën e popullit zhvilluar. Nuk ka një popull në Evropë që kryeveprën e vet letrare, për themi italian Danten, që publikut mos i mësohet edhe për dhunë gati, nga 8 vjeçare deri në shkollat mesme, vepra. Nuk është ka nga Rolandi të frëngjisht, nuk ka shans, më thanë. Në gjuhën kultura angleze Chauceri, edhe pse është i vjetër, nuk ka shans të mos studiohet, Nibelungenlied në kulturën gjermane. Ne duhet t'i ofrojmë në studentëve, në nxënësve, në shkollat mesme, në studentëve përgjithësisht shkollë lartë, duhet t'i ofrojmë mundësinë e komunikimit drejt për drejt me veprën e parë ose me kryelibrin, si e quhen, nuk e quaj kryelibrin e kulturës shqiptare. Nuk është kryelibri i letërsisë ose i gjuhës, po është kryelibri i kulturës shqiptare. Dhe në këtë marrëdhënie ne nuk mund ta përjashtojmë fëmijët tanë të arshëm, të rinj të arshëm nga marrëdhënia për të zbuluar vetveten. Ne do të ndihmojmë që ato të zbulojnë vetveten. Dhe ky libër i ndihmon një farsot për të zbuluar vetveten dhe pse të harxoj kaq shumë kohë. Unë të them drejtën, unë kam harxuar shumë kohë për letërsinë e huaj. Po thuaj se i kam bërë lisansin din këtë mirë, po thuaj se gjitha tekstet e letërsisë huaj. Erdhi koha më marrë me letërsinë shqipe, siç duket, në trajt aventurore, por mendoj që kemi rrit në rezultate shumë cilësore për sa i përket studimeve buzukiane. Në latin i lexohet per, në italisht lexohet per, në gjermanisht lexohet per. Kjo formë është ikën këto, që kam eto që ta zmadojmë pak i fije, që të ta bëjmë pa dhe. E ky pëhi këtu me këtë shen poshtë, me simbolin poshtë, ky është një shkurtim për per. A shihet vret më pa atje? Bukur shumë. Nëse në latinisht lexojmë per, nëse në italisht lexojmë per, në frëngjisht lexojmë per, pse duhet të zot për shqip? Nga mori këtë nga konvertoi e në e. Debati u kry, do të thënë. Ti si studius bëj dallimin, iku debati. Po mirë, kjo është bërë a posteriori. Mos harrojmë një gjë, se edhe në kohën e Buzukut dialektet nuk ishin ndarë qartas. Kush po thotë se janë ndarë? Problemi është që s'ka pas dialekte. Unë mendoj që s'ka pas dialekte, por ka pas forme, ka pas në dialekte që duhen nga studiusit tonë, mu studiu me kujdes mall, jo me vrapur në prograja, me fol gjëra kot. Antifena shkruan Bozuku, që është shkurtim i përgjithës publikut në predikim kur prifti i flet, i përgjithë populli. Çebe e përkthen amen. E shkruan amen, sepse nuk u kupton që është kjo është shkurtimi kjo këtu tregon i ky shkurtimi sipër, shihet para dhe mrapa, tregon që fjala është shkurtuar edhe para, po shkurtuar edhe mrapa, dhe do të ketë se zban ky shkurtim do të ketë një a. Kujdes, do të ketë një a. Dhe amen nuk ka më përveç as parë. Antifona ka a në fund. Janë shpeshherë dhe intensive, po jo vetëm të Bozuku, libri Bozuku, po të gjithë librat e kohës. Sa edhe emrat e vet i shkruajnë, në më shkruaj me garë madh, shkruaj me garë vogël në shtypshkruesit. Kështu që libri i Buzukut ka intensitetin e gabimeve që kanë librat e kohës. Pra nuk mund të kërkojmë përsosmëri tek një botim i vitit 1555. Por ai në mundson ne që të gjejmë burimin e fjalëve tona të rëndësishme, e të kuptojmë se si njeriu i 1500 ka folur po si ne. Kemi 3 sisteme leksikore. Sistemi i parë leksikor është latinisht, që ka fjalë latine, ka fjalë italiane, ku tregohet që folsi është një gjendje gjuhësore që mes italishtës dhe shqipes, dhe dominon shqipja si tekst. 80% e tekst është shqip. Po, latinisht pjesa referuese dhe treguese dhe kur orienton priftin në mesh, është latinisht, kurse në fjalë italiane janë fjalë kur ai predikon dhe është në një gjendje gjuhësore që ky duhet të jetë, mendimi jam, kjo është hipotezë, nga fakti nisim të hipoteza, që Bozuku është i brezit dytë i lindur në diasporë.
e ngatron fjalët e huaja me shqipe se s'mund të më thënë se që ngatron edhe ju, që thonë gjysmë fjalë shqip, gjysmë anglisht. A kuptoni? Brezi 2. Kjo është gjendja gjysore e tekstit. Ai nuk ka pas kohë shumë për ta lënë mu, sepse thotë kam punu shumë, ishte distanca, unë bëra sa mujta, ju bëni po mujtët. E thotë këtë, unë bëra sa mujtët, ju bëni po mujtët. Kështu që kaq kjo është gjendja që paraqitet në libër, nuk është gjendje tjetër. Me lidhje me Bozukun, ato gjutar, unë mendoj të vitet, po thoni për 72-shin, ato është thanë se ishte gjithë përfshirëse. Unë po të them disa gjutar që s'kan marrë pjesë që ishin shumë më të mirë nga ato që ishin aty. Për shembull, po të marr Nabek Resulin, që në 58-ën bën transliterimin e veprës Bozuku me Adze Valentinin, 10 vjet para Çabejt. Nuk ishte aty. Aty s'ishte Reskuliçi, aty s'ishte Martin Camaj. Gjutar racet, jo më po flas për gjutarët e racës, jo për gjutar mësuesa katundë që ishin aty të marrin pjesë. Se unë di dhe kush ka marrë pjesë dhe i kam për fat mirë dhe të keq dhe i kam njoft. Edhe kam punu me to. Dhe ajo fatkesi kombëtare që ishte e 72-shit një farsojt, e cila u përpoq me pas disa rritje dhe që gjutarët kosovar nuk e di e pranunën, unë nuk mendoj të përthanë që i dha zgjedhje, përkundazi ka kriju probleme shumë mëdha. Unë do të them diçka, nuk shoh asnjë speaker televizor sot kombëtar që është në gjendje të flasë gjuhë letrare. Një, ka me borsh unë, marrësh një frazë, 2 minuta, ka me borsh me gjithë 15 gabime nga secili speaker. Pse? Se u kriju një gjuhë artificiale e pa aftë për ta riprodhu, njëri flet skarparqe, tjetri flet vlornjaqe, tjetri flet shkodranqe, por ama në timbër për të prodhuar siç ndodh në Itali, që ai që flet gjuhë letrare nuk ka dallim nëse është nga Palermo, nga Milano apo nga dikush tjetër, por flas gjuhë letrare të mirë pranuar nga gjithë. Kjo nuk ka ndodhur në gjuhën shqipe. Se çdo cili do të jetë fati i kësaj marrëdhënie me standardin, i cili nuk është në gjendje, po ju them edhe sot, që nuk ka leksik të cilin nuk mund ta futesh në asnjë fjalor. Kanë bërë gjoja i fjalor të madh, por atu kanë harruar që fjalori është filozofi, është mendim, është kulturë. Fjala është pafundi një kulturë, nuk mund të bësh një fjalor thar morfologjikisht.